Nëse Shqipëria do të ishte person, a do të fliste me ton autoritar apo me humor vetë mbrojtës? Me ton autoritar kam përshtypjen. Okej, mund të vazhdosh me të radhë sekond. Po ku është kjo? Okej. A do përdorte shumë unë kam vuajtur në çdo fjali? Shqipëria? Po. Do përdorte unë vuaj shumë. Okej, vazhdo. Vetëm ankojmë. Se e gjeta, e gjeta. Nëse Shqipëria do të ishte person, a do ishte ai tipi që thotë nuk jam perfekt, po jam unik? Po do thoshte edhe jam perfekt dhe unik, se ne jemi shumë nga Shqipëria ka dalë bota. A do ndërpriste të tjerët në mes të fjalës? Po, këta e kemi shumë problem në fakt. E kam vënë edhe nga ju të dy sot. Na fal. Jo. A do kishte theks krenaria apo pasigurie, mos e kishe tik të gombonit? S'ka gjë. Ja, sapo tani ishte për vonë. Një shembull konkret. Tani të flasim tamam? Po krenarinë kemi. Ne me këtë krenarim bëhemi. Okej. Nëse Shqipëria do të ishte person, a do përdorte shprehjen që ose shprehje si mos më gjyko se s'ke kaluar çka kam kaluar unë? Jo, se zakonisht Viktimizimim, se kemi ne karakteristik. po kjo nuk është dhe aq viktimizim, është më shumë që ta bësh tjetrin të logjikoj që ore Okej, vish këpucët e mia. Kurse ne thjesht të kemi këtë vetëm ta ankohemi, po pa logjik brenda. Okej, çfarë kompleksesh do të kishte? Kompleks inferioriteti ndaj Europës? Po tjetër apo? Jo. Kemi ishte. Ku më rrët? Po, këtë ndaj të huaj dhe e kemi shukur, vjen të huajt i presim sikur janë zota, erdhën perënditë e lashta në Shqipëri. Ne kemi keq kemi këtu. Pavarësisht se ata mund të jenë Vinë këta që për tokë fare. Jo, më janë këta që vinë me 2 euro në xhep edhe presin të kalojnë pushime kështu vetëm. Bes, në fund fare ne duam që na tregosh i Barcelet. Ose një anekdotë ose. Ta kishim vazhduar edhe këtë me kompleks. Po pse po ti the që s'ka komplekse të tjera. Ka të tjera. Çfarë dështimi Jo, zot? ishte thjesht pyetja e parë. Jemi kështu. Ishte thjesht pyetja e parë. O zot, okay. Kompleks superioriteti ndaj Ballkanit? Po apo jo? Jo. Okej, obsesion me çfarë mendojnë të tjerët për mua? Po, besoj. Frikë nga bregtisja? Jo. Sindroma më kanë keq kuptuar gjithmonë? Jo. A do të ishte shumë e ndjeshme ndaj kritikës? O çfarë fitojon me këtë një? Apo se po përgjigjen shumë, unë edhe mund të refuzoj të. Si ishte me kritikë? A do ishte shumë e ndjeshme ndaj kritikës? Po, patjetër që po. Çfarë përfitim ti me këto? Këtu jetojmë gjithë tani, mos na interesoj edhe vendi ynë i dashur. Dakor, jam dakor. A e pra. A do bëndet sikur si intereson, por në fakt e kontrollon çdo koment? Po këta e ka gjithë bota, nuk e kemi. Okej, mirë. Cila ishte pyetja jote e fundit? Barceleta, Si ishte pyetja kjo? Po pra, tash vjen dështimi i radhës. Po ç'keni me mua tani, po më ktheni ato të po më ktheni ato të tullat slëkut. Duhet të ka një që duhet të dështojmë. Po më ktheni ato të tullat slëkut. Ti si as tullat, shke. Po ti ishte pesi to. Jo, nuk ka lidhje. Po jo. Domethënë ideja është që do dështojmë deri në fund, mos ta thyejmë dështimin. Se duhet të përzgjedh një që nga ato dy që di. Po është një me. Do sheshim. Të themi të shkurtër. Hajde. Është kështu në kohët e luftës, këto nga luftat e Napoleonit, ku diun ato. Edhe po vinte dimri dhe komandanti i thot një ushtari prisa dru i thot se po vjen dimri të kemi të ngrohemi. Dhe fillon ky çanca dru. E shikon ky kështu. Thotë, do shkosh ta pyesësh njëra të kryeplakun e fshatit i thot, se si do e dimri mos digje ai se kryeplakut domethënë është plak i moçëm kështu. Po ishte nga mali matan që duhej në horizont. Merr kalin ky, ec 7 ditë dhe 7 net me kal. Arrin te plaku i moçëm i thot, plak i moçëm i thot, digje si do e dimri këtë vit. Dhe shikon plaku kështu në horizont. Dimri ftohtë do e thot. Merr kalin ky 7 ditë 7 net. Kthehet i thot komandantit, "Dore më tha që do të dimri ftohtë." E po bëj edhe sa dru i thot ky se
që nga dimri ftohtë. I futet ky çan edhe dru të tjera, i ngret 2 rreshta me dru. E thot komandanti, ore, taksira do ta pyesë nga atë plakun e moçit, më thotë se si dihet tash. Më thotë ky se kush u thonë, ja do ta pyesësh. E merr kalin, ky 7 ditë 7 net. Shkon pyet atë plakun e moçit. Normal se kali pa naft. E qëndron edhe kjo. I thotë, si do e dimri, thotë, marr mathuese. Edhe shikon në horizont ky. Duhet shumë dimri ftohtë, thotë, bo, ç'më bëj, thotë. Merr kalin 7 ditë, 7 net, kthehet prapë te komandanti. I thotë, ore, më tha që duhet dimri shumë i ftohtë. E po do, çfarë sa do të tjera, i thotë. E ngre edhe 2 rreshta të tjera me dru ky. E shikon komandanti, ore, sikur s'ma mbushin syrin mua këto drut. Do shkosh ta pyesësh çdo njëra atë. Merr kalin ky 7 ditë, 7 net, arrinte plaku i moçit, më thotë, ore, ama shikoj atë dimrin si dojti, thotë, po ma thuaj të fundit, mos më kthej mama. E shikon ky, shikon në horizont, i thotë, dohet një nga dimrat më të ftohtë që ka për në 50 vitet e fundit. Po ç'më bëre, i thotë. Merr kalin ky 7 ditë, 7 net. Kthehet te komandanti, i thotë, ore, më tha që duhet dimri më ftohtë 50 ditët e fundit. Ora, ka fund. Po duhet të bësh druaj, thotë, bëj një kështu mal të madh me tu, fillon ky çaj dru. U lodhi shkreti 7 ditë, vetëm dru çau. E shikon komandanti, thotë, ore, po shkosh ta pyesësh njëra atë plakun e moçën ti, thotë, po mos ja filloj, do ta pyesësh se si dihet. Merr kalin ky 7 ditë 7 net. Ndoshta ky Barceleta është e gjitha kjo dhe nuk përfundon ku. Edhe shkonte ky plaku i moçit, më thotë, ore, amani, thotë, ma thuaj të fundit, shikoj një si do e dimri, ma thuaj të fundit, thotë, mos më kthem, se mbarova. Edhe shikon, ba, i thotë, do dimri të mërshëm, thotë, do dimri mi ftohtë 100 viteve të fundit. A u tërbua fare ky, po ti ku e kupton njëri, thotë, nga ti si do e dimri, thotë. Po ja, thotë, shikoj andej në fund fare të horizontit, shikoj sa dru kanë bërë ata andej. Mendova, Po ngrihet. E bukur, më pëlqeu. mendova se për një moment nuk do kishte kur fund kjo. 7 ditë 7 Jo, net. kishte. Bes, faleminderit shumë që erdhen në Kinotek. Faleminderit Uroj të jesh juve. kënaqur.